Në ambientet e Fakultetit të Filologjisë të Universitetit Femi Agani në Gjakov, u mbajt një ligjërat me profesorin Dr. Antonik Berisha, me temën veçantit dhe vlerat e letërsisë së arbreshve të Italisë. Ligjërata solli një pasqyrë të thelluar mbi trashëgimin letrare të komuniteteve arbreshe. Profesori Berisha ndohu me studentët dhe stafin akademik përvojën e tij, shumë vjeçare në fushën e kërkimeve letrare, gjuhësore dhe kulturore. Është një letërsi që ne mirërisht e kemi studiuar, por nuk e kemi studiuar si duhet dhe nuk e kemi studiuar mjaftueshëm. Unë këtu kam një libër që kam botuar me 2008 në Kozenzë, që nuk është as më pak e as më shumë se sa vetëm një pikë ujë në det. Letërsia e arbreshve të Italisë nuk është ajo që e njohim ne dhe nuk është ajo që na shton në shumë studime që janë kushtuar asaj. Ajo është një letërsi shumë më e pastër dhe shumë më e lartësuar se sa del në disa punime ose në shumicën e studimeve që e punimeve që janë votuar për letërsinë e arbreshve të Italisë. E para punë është lexuar keq. Sepse ju e dini më mirë se unë se leximi është një nga aktet më të rëndësishme që shërben, është çelësi kryesor për të futur te kota edhe të veçantia e artit të fjalës e letërsisë. Ndërkaq, studentja Marieta Nika para të pranishmëve solli disa informata nga të arriturat e profesorit Berisha në fushën e letërsisë. Që nga vitin 1973 punoj në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Në fillim asistent, pastaj bashkëpunëtor shkencor, bashkëpunëtor i lartë shkencor dhe këshilltar shkencor. Në vitin akademik 1992-93, mbajti mësim në katedrën e albanologjisë Universitetit i Nyhot. Kontributi i studiuesit Berisha u vlerësua edhe nga profesori Kamber Kamberi. Falënderim për profesorin Antonik Berisha, një falënderim me shumë nën falënderime nëse mund ta quaj kështu. Njëherë për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në fushën e letërsisë, të prozës, të studimit, të publicistikës dhe të kulturës shqiptare në përgjithësi, për botimet e tij që ua ofron lexuesit të gjerë, jo vetëm shqiptar. Gjithashtu një falënderim tjetër për gatishmërinë e tij, që është i gatshëm që sa herë ta ftojmë këtu në mesin ton, gjen kohën dhe shpreh gatishmërinë që para studentëve tanë të vijë dhe para neve të vijë dhe të mbaj ligjërat. Kjo ligjërat u vlerësuan nga të pranishmit si frymëzim për studentët dhe studiuesit që kërkojnë të kuptojnë më shumë mbi rrënjët e letërsisë shqiptare jashtë kufive.